4 truke si të veproni kur keni këmbë të ftohta në dimër. Ju shtrëngoj në shputat, gabimisht ju kap ngërçi, shpesh qarkullimi i gjakut nuk është mirë. Problemi është se nuk ka mjaftueshëm muskuj që mund t'i mbajnë këmbët tuaj të ngrohta, ato ngrihen më shpejt. Për të larguar këto telashe gjatë dimrit, hani ushqime që përshpejtojnë qarkullimin e gjakut, si vaj, peshkut ose xhenxhefili. Ulni sasinë e kafeinës dhe rrisni dozën e agrumeve. Magnezi është gjithashtu një zgjedhje e mirë, ndaj merrni nëpërmjet ushqimeve të freskëta, si bananet dhe drithrat ose nëpërmjet suplementeve ushqimore. Përveç kësaj, bëni masazh të këmbëve me vaj rozmarine çdo natë para se të shkoni për të fjetur, dhe lini që këmbët tuaja të qëndrojnë në një legen me ujë të ngrohtë çdo natë. Hidhni ujë të ngrohtë në një legen dhe futni edhe këmbët tuaja. Më pas relaksohuni për disa minuta, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të lehtësuar gjithashtu edhe ngrirjen e tyre.